Poetja dhe shkrimtarja Mimoza Ahmeti, e cila është kryefjale e Ferma VIP 3, gjatë një sfide brenda fermës, i është drejtuar me një thirrje të pazakontë kryeministit Edi Rama. E vendosur nën presionin për të fituar sfidën e mbledhjes së lepujve, Ahmeti zgjodhi ta trajtojë situatën me humor, duke kërkuar ndihmën e Ramës përmes satelitëve imagjinar Albania 1 dhe Albania 2 si zgjidhje për lokalizimin e kafshëve. Kryeministri punon satelitin me i gjet pak lepujt e mi, lësho pak satelitin t'i kapin, u shpreh ajo gjatë bisedës me konkurrentët e tjerë, ndërsa shtoi se po humbte pikë në sfidën dhe që ishte minus. Në të njëjtën bisedë, Sara e nxiti të kapte të paktën një lepur vet, por Moza vijoi me batuta duke insistuar se Rama nuk lë gjë pa gjetur. I them Edi tun, tani mi gjen Edi në vend, gjej o vllai, gjej, ti çfarë nuk gjen, dëgjoj të thot Ahmeti duke kthyer sfidën në një skenë plot ironi. Por kërkesa e saj nuk u ndal me kaq. Në vazhën e humorit, Mimoza kërkoi edhe ndihmën e platformës e Albania, duke sugjeruar me ironi që lepujt të pajisen me certifikata identifikimi në mënyrë që të mos mbeten me identitet të panjohur.